رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاة وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet e takojnë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I kërkojmë Allahut subhanahu wa taala falje dhe ndihmë prej të këqijave të vetëve tona që shpesh herë din shejtani me ngacmue në vetët tona dhe vetët tona pasaj nefsi me shtyje drejt haramit, drejt asana që Allahu subhanahu wa taala nuk është i kënaqur me neve dhe me veprën tonë. Elusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahu Tabaraka wa ta'ala na i mundsoj me e shfrytëzue Ramazanin ashtu që Allahu është i kënaqur derisa ta arrijmë devotshmërinë në zemrat tona. Wallahi, ka fitu ai i cili e ka arrit devotshmërinë në zemrën e tij. Besimtarin këtë jetë mundet me u ballafaqu me shumë sprova. Njëna prej sprovave e cila e godet ata mund të jetë ndonjë sëmundje në trupin e tina, apo mundet me qenë ndonjë fitnë në mesin e muslimanëve, në mesin e njerëzve. Edhe këto të dyjat kanë prej ndikimeve në trupin e tina, edhe në gjendjen e tina, në imanin e tina. Edhe sahabët janë sprovuar njëjtë. Edhe sahabët ju kanë ndodhur me u sprovu me smundje në trupin e tyre. Ju kanë ndodhur me u sprovu me vdekje në mesin e tyre. Derisa ju vdiqë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ju ka ndodhur atyne me u sprovu me fitne në mesin e tyne. Mirë po si i kalun ata? Çka veprun ata kur ju ndodhen atyne këto sprova? Transmetohet nga Abu Bekr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu i cili tha: "Yukaffiru Allahu 'anil muslimi hatta bin nikba." O Allah i dashur, Allahu subhanahu wa ta'ala ja fal besimtarit gjunahet, e pasron Allahu subhanahu wa taala muslimanin prej gjunaheve derisa edhe me një marrë vogël Allahu e fal ata. Edhe me një largim prej njerëzve Allahu e fal ata. Ja fal gjunahet Allahu subhanahu wa taala. Wallahi, tha Abu Bekri, edhe nëse robi ndodh që shkon me ble diçka, edhe ato çka e ka ble e shtin në xhepin e këmishës tina, dhe gjatë rrugës për në shtëpi, gjatë rrugës për kthimin e tina, i ndodh me i hup ajo çka e ka bleje. Pasha Allahun edhe për çato që i ka hup, Allahu subhanahu wa taala e pastron besimtarin. Pra, çdo gjë që të ndodh ty në këtë dynja, vallahi, ajo ka ardhur për hajrin dhe për të mirën tonë. Ihsini dhanna bi rabbik. Kije mendimin e mirë për Zotin tënd. Allahu kur gjë nuk punon kot. Ma khalaqta hadha batila. O Zoti jon, vallahi, ti kur gjë nuk ke kriju e kot, e as këta nuk e ke kriju kot, as provën të cilën neve na godet, Allahu se ka kriju kot, e ka kriju për një qëllim, ose me t'i ngrit derejët ty e mu të Allahu subhanahu wa taala, ose Allahu subhanahu wa taala me t'i fal gjunahet ty e mu. Edhe cila do që të godet tyje, ajo është hajër për ty dhe mua në këtë dynja. Thot Omer ibn Khattabi radhiyallahu taala anhu: "Wajadna khayra 'ayshina as-sabr." Pasha Allahun, jetën më të mirë, kohën më të mirë të jetës tonë e kena gjetë kur kena bërë sabër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot Ali radhiyallahu taala anhu, dhe në transmetim tjetër prej Omerit thot kështu: "Idha kana ar-rajulu muqassiran fil 'amali ibtuliya bil hammi." Ndodh që robi ka një herë ilshon veprat e mira, është i dop në veprimin e veprave të mira, është i pak në veprimin e veprave të mira, e sprovon Allahu me mërzi, e sprovon Allahu me gajle, me derte, me borxhe, me dynja, i gjuhët dynja janë kry. Wallahi, e sprovon Allahu vetëm li yukaffira anhu, që ta pasron Allahu subhanahu wa taala ato. Dhe transmetohet prej Aliut radhiyallahu taala anhu një fjalë e madhe, thot: "Ala inna as-sabra min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad." Dije se sabri, durimi prej imanit, është prej imanit sikur se pozita e kokës së njeriut në trupin e tina. Nëse s'ka kokë, s'ka trup. Nëse s'ka kokë, prishet trupi, nuk ka hajr pitina. Dhe thot
thumma rafa'a sawtahu faqala, pastaj e ngriti zanin Aliu radiallahu ta'ala anhu dhe tha një fjalë shumë të madhe. Një fjalë shumë të madhe e cila nëse ish leju me shkrua në durt e tona, me vizatu për mos më na ushly të jetën, ja kish vlejt me shkru këtë fjalë, tha ala innahu la imana liman la sabra lahu. Dijeni se me të vërtet nuk ka iman për ata i cili nuk ka sabër për ta. S'ka iman për ata i cili nuk mundet me bë sabër. Ai i cili sprovohet dhe nuk bën sabër në sprovat e tina, nuk ka iman për ta. Ai shpejt kam ja kthye shpinën udhëzimit të Allahut azza wa jalla. Udhëzimi i Allahut nuk është i lehtë. Inna nulqi alayka qawlan thaqila, o Muhammad, na jena tu të zbrit tyje, tu të vendos tyje fjalë të ranë, fjalë të madhe, saqë në një transmetim erdhi se kur i erdhi shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte mbi deve, ishte hyp mbi deve, edhe shpallja po i zbriste pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrën e sajna, kur e paun sahabët devës, ju kishin ngul kamp në rërën e shkretirës, ju kishin ngul kamp prej peshës të madhe, prej madhështijës së shpallës që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo fe, ky dini Allahut azza wa jall don sabër për me i përballue ato të cilat na ndodhin neve në këtë dynja në mënyrë që Allahu subhanahu wa taala me qenë i kënaqur me neve. Transmetohet prej Abu Dardas, e cili thot, temperatura e një natë që e godet robin. Ndodhë që robi me pas të natën temperaturë, thot, temperatura e një natë kafaratun sana, kafarat e senetin, është pastrim i një vjetë. Një vjetë ndodhë që i ke gabue me Allahun subhanahu wa taala. I ke bo haram Allahu subhanahu wa taala. Ta qënë Allahu ty një temperaturë. O vllai dashur, a temperaturë që të ka godit ty, ajo sprov që të ka ardhur ty, vallahi është për hajrin tënd. Për një natë, ti me qenë rahat për tënë vitin që ke boa. A ka më mirë se sa kjo? Ata dhënë të mirën ma shumë dikush ty e mu se sa Allahu subhanahu wa taala. Aja nana, kur në rmujen e luftës, e betejës, e humbi fëmijën e saj, filloi sikur se e çmendur duke e lyp fëmijën e saj në turmën e njerëzve, në turmën e pluhurit, nuk smujke me e gjetë. Edhe filloi zemra e saj me ju dridh, edhe filloi me ju shtu frika se çka ndodhi me fëmijën, hupi fëmija para syve, çka ndodhi me ta, ju shtu e të merri frika, e mërzia, e kur e gjetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po shikon të drejt sajna, edhe sahabët po shikonin drejt sajna. E mor fëmijën e vet dhe e shtrengoi fort në gjoksin e sajna. Tha pejgamberi alaihi salam, o ju sahab, a e shikoni? A e shikoni? Se si ajo non e mshiron fëmijën e vet? Allahu azza wa jall është më i mshirshëm për robin se sa nana për vladin e saj. Aliu radiallahu ta'ala anhu tha kështu: Wallahi, nëse më mishlan mua me vendos ditën e kiametit, apo don me të gjykue nana jote, apo po don me të gjykue Allahu subhanahu wa ta'ala, pa dyshim që kisha zgjedh Allahu azza wa jall me më gjykue, sepse Allahu është më i mshirshëm për mua se sa nana jam. Erdhi një arabi edhe pyti Abdullah ibn Abbasin: o Abdullah, për krejt këto vepra që i kena bon këtë dynja, kush ka më na gjykue neve yawmul qiyama? A kena më u gjyku për to? Thot, po pasha Allahun kena më u gjyku. Kena më u marrë në pyetje për çdo njanën që kena vepruar. Thot, o Abdullah, kush ka më na gjyku neve yawmul qiyama? Atë ditë kush na gjykon neve? Kush ka më kon gjykatësi? Allahu azza wa jall. Allahu tha, fustu wa rabbul Kaaba, kom fitu pasha Allahun e Qabës, fitova. Edhe dashi më unis. Tha, ku bushkan? Çka fitove ti? Tha, ai i cili, Allahu është ai i cili kur ka mundësi fal. Kur ka mundësi me marr hakun, e fal Allahu azza wa jall. E kur ka mundësi me dënue, Allahu azza wa jall lëshonte dhe dënon.
A unë pas të fitu, se Allahu Azza wa Jalla atë ditë pas ka më gjyku mua. Kjo është mendimi i mirë, edhe kështu e njohën gjeneratat e para dhe shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Allahun subhanahu wa ta'ala. Është transmetuar një fjalë kur në mesin e muslimanëve ndodhin fitnë, ndodhin fjalë. Ka mundësi që musliman ka një herë ju hub terezia në mesin e tyne, sepse njerëzim, edhe ndodh që dikush me fol për dika, e dikush me fol për dika tjetër, e kështu me radhë, sepse shejtani dëshiron që me prish harmoninë në mesin e muslimanëve. S'ka diçka më të shtrejtë, më të madhe, më të mirë në mesin e muslimanëve se sa harmonia e tyne, harmonia imanore, se ata çajo i mban gjallë. Transmetohet nga Urwatu ibn Zubairi rahimahullahu ta'ala, i cili ka thënë kështu: Rubba kalimatu dhullin ihtamaltuha. Ndoshta një fjalë të cilën më ka bo zullum mua shumë, ama e kam majt, e kam rujt për hir të Allahut Azza wa Jall, e kam shtrydh veten tem për hir të Allahut, awrathani izzan tawila. Që ajo bo sebeb që në zemrën teme me mbjell, me trashëgue një trashëgimi të krenarijës për Allahun subhanahu wa taala, trashëgimi, krenari gjatë. Pse? Se ajo e cila u thonë për mu, e ran ka qenë, mirë po e kam rujt veten teme që unë mos më thonë. Nëse është thonë për mua, unë nuk e thonë për tjetër. Edhe kjo është më e hajrit. Sikur se veproi djali i Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, nipi pejgamberit alayhis salam, andalët krejt kjo mosmarrveshje mes neve dhe Muawiyes, nëse unë ja dorëzoj khilafetin Muawiyes, ndalët. Atëherë e drejta jam. Drejtën e tina ja dha Muawiyut dhe unë dal ajo e cila ishte në mesin e sahabëve, shokëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ama ajo shkoi te Allahu subhanahu wa taala dhe thanë dietarët për shpërblimin e sabrit kështu. Qala Sulejman ibn al-Qasim rahimahullahu taala: kullu amalin yu'rafu thawabuhu. Krejt veprave ju dihet sa shpërblimi i tyre. Krejt veprave ju dihet shpërblimi. E ka përmend Allahu në Kur'an ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend në hadith. Illa sabra. Përveç sabrit nuk i dihet shpërblimi. Dhe kur si dihet shpërblimi aty ka surprizë të madhe. Tha Allahu subhanahu wa taala: innama yutawaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. A det ka me ju dhon sabërlive prej shpërblimit bighayri hisab, pa hesab. S'ka hesab për ta. Kanë thonë, çush i bjen kjo pa hesab? Kelma'i al-munhamir. Sikur se uji i cili rrjedh non stop dhe kur s'nalet. Kështu ka me qenë shpërblimi i Allahut Azza wa Jall adet për ata të cilët kanë bërë sabër për hir të Allahut, për sprovat që kanë ndodhur ose për fitnat që i kanë godit dhe kanë bërë sabër për Allahun subhanahu wa taala. Allahu na bëf për atyre të cilët bëjnë sabër për hir të Allahut subhanahu wa taala, pavarësisht për asaj që na godet në këtë dynjë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.